Prej 10 ditësh një protestë masive me grupime e rryma të ndryshme, që nga më konservatorët deri te LGBT-t, ka pushtuar Tiranën. 10 qytetarë që flasin në podium, midis tyre shkëlqen me dirigjencë shumë të majtë dhe instrumente të paguara nga organizata Soros dhe segmentet e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Po kush e vendos kush flet në podium e kush nuk duhet të flas? Palen më njanë ata që provokojnë protestuesit i këtij se je me PD-n apo ke qenë në PS-n, për të shitur gjoja një lëvizje të pavarur. Në fakt, ky veprim pa dhunë dhe dëbimi i një pjesë të protestuesve është thjesht një akt i dirigjuar nga mentaliteti neokomunist dhe anarshist. Kjo pjesë tregon shumë për moralin dhe qëllimet e disa grupimeve brenda protestës. Sipas të dhënave të siguruara nga CNA, një nga njerëzit kryesor të organizimit që kontakton njerëzit për të folur në podiumin e protestës është gazetari Gjergj Gjerebara. Ky është drejtuesi i BIR në Shqipëri dhe portalit Reporter, që financohen si projekt dhe nga zyrat e Soros në Beograd. Një majtisë që dirigjon kush do të shkojë të flasë e kush jo, apo dhe qëndrime e sulme nga njerëz të saktuar që zuhet të jenë në protest. Stili i Soros, stili i Veliaj që tregon dhe mentalitetin e neokomunistëve që kërkojnë një Shqipëri të re me stilin e filmave të kinostudios Shqipëria e re, që kanë qenë vepra të vyra të ekranit dhe kinematografisë, por në shumicën ndërmuese mjete propagande e pushteti. Kështu duan të ruajnë të virgjër protestën e tyre produktet e Sorosit që vendosin kush do të flas e kush duhet apo nuk duhet të jetë në protest. Këtu nuk përfshihen qytetarët dhe grupimet e tjera që shkojnë aty për padrejtësitë e 35 viteve apo për gotën e derdhur nga 13 vite pushtet të Edi Ramës.